Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallxo për një me. Në vitet e fundit, prodhimi i energjisë elektrike, shitja dhe çmimi i saj janë temë vazhdueshme e diskutimit. Pretendimet për blerje dhe shitje të shtrejta të energjisë elektrike kanë dërguar në gjykatë disa zyrtarë të lartë të shtetit të akuzuar për korrupsion, ndërsa aferat e tjera të këtij sektori janë duke u hetuar nga autoritetet. Sonte nuk do të flasim për rrjetet e transmisioneve apo shitjet masive të energjisë elektrike ku ka dyshime të forta për korrupsion, por do të kthehemi në një situatë reale të sektorit të energjisë, e cila për disa vite nuk është zgjidhur dhe po vazhdon me proceset gjyqësore. Shumë vite më parë në zonën malore të fshalës së Bajgorës u ndërtuan 3 hidrocentrale. Investimi në to pritet të prodhonte energji elektrike të pastër, e cila do të konsumohej në tregun vendor e ndërkombëtar. Hidrocentralet janë njëre prej resurseve që menaxhohet më së lehti në fushën e energjetikës. Për shkak se funksionojnë me ujë, ato mund të ndalen lehtë dhe të vendosen lehtë në prodhim. Pra, kur ka nevojë më shumë, ato mund të prodhojnë më shumë dhe kur nuk ka nevojë, ato mund të ndalen. Por çështja e shalës së Bajgorës është tërësisht ndryshe. Atje hidrocentralet në të cilat janë investuar miliona euro nuk po funksionojnë për shkak të një kontesti mes Trepçës dhe kompanisë që i ndërtoi hidrocentralet. Historia e ngjarjes fillon shumë më herët. Kur u ndërtuan hidrocentralet, u planifikua që energjia të kalonte në një trafostacion dhe në linjat energjetike që ishin në pronësi të Trepçës. Prodhimi dhe shpërndarja në rrjet kishte vazhduar për shumë vite, deri në vitin 2023. Atko, Trepça, me një menaxhment të ri, vendosi të ndërpres sigurisën dhe të ndaloj qarkullimin e energjisë së hidrocentraleve. Arsyetimi i Trepçës është se qarkullimi i energjisë po i rrezikon rrjetin dhe po shkakton avari. Ndërmarrja publike Trepça gjithashtu po kërkon një marrëveshje me kompaninë e hidrocentraleve, ku do të parashikohej qeroja për shfrytëzimin e pronave të ndërmarrjes. Çështja është trajtuar disa herë në gjykatën komerciale në Prishtinë. Rasti në esencë nuk ka marrë përgjigje nga gjykata në çështjen kryesore, ndërsa gjykata komerciale po gjykon vetëm kërkesat e palëve për masën e sigurisë. Pra, për më shumë se 2 vite kjo gjykatë nuk ka arritur të japë një përgjigje se kompania ose ka të drejtë në këtë rast apo nuk ka të drejtë. Kompania që ndërtoi hidrocentralet kishte kërkuar nga gjykata komerciale masën e sigurisë, e cila parashete kyçe në rrjetin elektrik që është në pronë të Trepçës. Derisa procesi është duke vazhduar, prodhimi i energjisë elektrike në hidrocentralet të shalës është ndalur. Stopimi i punës po krijon humbje për kompaninë. Kemi udhëtuar në shalë të Bajgorës me taku përfaqësuesin e kompanisë Hidroline, Muhammed Ibrahimi. Zoti Ibrahimi na ka treguar që rrymen që e prodhon e shet me çmime që janë të rregulluara në Kosovë. Ndërkohë që kërkesat për rrymë në vend janë rritur, shteti detyrohet të importojë energji elektrike me çmime dyfishme të larta. Këtu po i shohim disa makineri, këtu vjen këtu fillon edhe prodhohet rryma. Po këtu janë 2 generator, njëri është 1.1 mega, tjetri është 3.2 mega, momentalisht janë nal, pra siç po shihet nuk ka zhurmë, edhe pse edhe kur janë duke punu nuk ka zhurmë të madhe, mirë po tash janë duke najtur, pra vendi është duke i kapaciteti i prodhimit këtu? I kësaj pike, i këtij projekti është 4.3 mega. Pra, përveç këtij, ne kemi edhe 2 projekte tjera në total 8 mega. Pra, vendi momentalisht është duke i hup 8 mega prodhim vendor dhe duke importu me çmime shumë fish më të larta. Për me kuptu edhe shikuesi që po na këshyr, ju e shitni këta rrymë që e prodhoni kostit. Po. Me çfarë çmimi? Ky projekt, pra ne kemi qenë pajisur me feed-in tarif. Fillimisht ka qenë çmimi 67 euro, mirë po në kontratë që janë të rregulluar sipas ligjeve të Kosovës dhe zyrës të rregullatorit, për çdo vjet llogaritet edhe inflacioni. I këtij projekti kam rri ofert 83 euro, i 2 projekteve tjera 72, 73, pra çmimi është kë.
Për megawatt. Për megavator të prodhume. Aktualisht, sa jo e përcjellni sigurisht tregun e rrymës, 1 megawatt, sa blehet në treg lirë nga? Po në treg të jashtëm ose në bursë të Hupeksit ose të Alpeksit, varësisht prej ditës, mirë po gjithë herë është 3 herë ose 4 herë çmimi më i shtrejtë se sa çmimi që blehet nga ne. Po thoni që shteti po blen 4 herë, 3 herë, 4 herë më shtrejtë se sa të blen të këto. Paktën për megawatt e tonë që na është desht me i prodhu këtu, është ka blen 3 herë ose 4 më shtrejtë, përveç tjera që paguajnë edhe trasën ose autostradën energjetike. Pra, përveç që na jemi në humbje, ose shteti, ose ne personat pa përgjegjshëm, i shkaktojnë humbje edhe kompanisë tonë, edhe kompanisë të cilën e menaxhojnë, i shkaktojnë humbje dhe shtetit €100.000. Pra, domi është i shumë thjeshtë në këtë aspekt. Apo më tregon, a jeni anku në Ministritë e Ekonomisë, tek qeveria, është ndjeni për këtë punë? Sigurisht që është, të gjitha komunikimet ose kërkesat na që i kena drejtu organeve, gjithmonë kanë qenë të njoftuar edhe ata të paktën me email edhe përmes zyrës tonë ligjore, avokaturës, kanë qenë të njoftuar, mirë po nuk ka pas reagime. Prodhimi në hidrocentralin e Shalës është ndërprerë për shkak të ndalesës që ka bërë ndërmarrja publike Trepqa. Kjo ndërmarrje ka në pronësi rrjetin e qarkullimit të energjisë dhe sipas zyrtarëve, shkëputja e hidrocentraleve ka ardhur si pasojë e defekteve që janë paraqitur në sistemin elektrik. Një kablo dhe disa pajisje të Trepçës ishin djegur dhe kjo kishte shkaktuar ngujimin e minatorëve në minierën e Stantërgut. Kompania pretendon se djegja erdhi për shkak të qarkullimit të energjisë së hidrocentralit. Për zyrtarët e Trepçës, jeta minatorëve është më e rëndësishme se kyçja e një biznesi në sistemin elektrik që është në prunë të ndërmarrjes. Pra kjo është vendi ku është shkyq hidrolajni. Po, kjo është ndërpresë kryesor, dhe më thonë që është kyq, ka bo kyqën, po flasë në vitin 2015 me një marrëveshje që kanë pasë paraprakisht që aja marrëveshje atër që është lidhë, ka kriju edhe domën të armën të për Trepçën. Po flasë të fillu nga vitin 2023, 2024, 2025, edhe ka fillu tash edhe vitin 2026 me në kriju dhe më thonë problemet e tilla. Çfarë problemi saktësisht ka kriju që ke kyqe këtu? Po kjo kyqe drejtë më thonë, aja marrëveshje që është bërë e tillë dhe më thonë, asnjë të hyrë, asnjë beneficient Trepça nuk e ka, asnjë siguri, ky ndërpres po flas, që është aktual, nuk ka. Sa jam njoftuar në si drejtor prej inxhinierëve të energjetikës që kanë qenë në Stantërg, është pjesa që këta nuk kanë as po flas në atë aspektin, nuk e kanë mbrojtjen adekuate për me reagua. Për çdo prishje që kanë ata në hidrolajn, ata duhet me pas një mbrojtje të tillë që me reagu, që mos me kriju dome. A keni kërku për tyre drejtar me vendos një mbrojtje? O shkriju, po, këna pas takim, po, me të tillë me ta, po na drejtë me thonë këna kërku edhe një mbrojtje të tillë më bo, po në mbrojtje të tillë duhet më bo bashkarisht me hi me bo një marrëveshje, me dorë për kësoj state, pavarësisht që shkriju në situatë. Po kërkesën e keni bo ma më, kërkesën po. Pasi që i keni shkyq? Ja, ma herët është bo kërkesa. Këna kërku, dhe më thonë, edhe këna kërku marrëveshje, këna pas një takim, dhe më thonë, vitin pra prak, me hidrolajnin, e na ullë këna bisedu që kërkesa jonë është të bojnë një marrëveshje 3 dhe tim në obligime të 2 palë. Edhe në atë marrëveshje, na këna pra pa që do të mu vendos edhe një mbrojtje tillë që me reagua, mos më na kriju domë. Ata kanë refuzu? Nuk e di, ata janë në kontakt, po flas me kryeshefin, që ata kanë thonë jem të gatshëm me këqyrën me një bënë një marrëveshje të tillë, po hende dhe më thonë nuk ka.
Në të kalumen, ju e një mati këto se punojnës, a ka pas probleme prej kyqeve të rrymës që ka ndodhë? Jo, unë edhe për të të nga viti 1980, jem në marronën e punën e Trepçe, asëherë nuk këna pas problemet e tilla. Defekte edhe avari, ka që mëdha janë të shkaktu po flasë. Të vitet e fundit, sidomos flasë në periudhën që kom marrë, si drejtor i minierës me vërtetacion standard, janë defekte mëramense edhe dome janë të na kriju shumë të mëdha. Po thone që kjo kyqja, po shkakton avari. Po, si mbas raporte po flasë të ekspertave të energjetikës, gjithmonë dyshimet shtrohen nga kyqja e hidrolojnit, po shkaktojnë edhe defektet në pajisjet tona që kemë. Pajisjet që janë shumë më rëndësi, është makina ngritëse, që është funksionale për momentin, po edhe aty ka krijuar defekte shumë të mëdha ku na ka dhënë kabllën kryesore të 3.3-shit, që për një periudhë kohore kanë mbet minatore, po flas mrena në minierë deri e këna bo sanimin. Kanë kriju dome edhe në trafo kryesore këtë që jep, kanë kriju dome edhe në kompresor, tash mas fundi, ju kriju dome edhe në stacionin 110 që është në parkën industrial, dhe në ka shkaktu dome shumë mëdha në trafostacionin në tunelin e parë, ku e ka djek komplet ndërpresin. Po thoni janë dyshime të ekspertëve. A i kanë vërtetua, a është shkak pikërisht që kjo lidhje e këtij biznesi? Po ekspertat po flasë, gjithmonë të mbrëmshëm që ka qenë të ndodhë, gjithmonë dyshimet i kanë që këto defekte dhe këto avari po shkaktohen nga lidhja e hidrolojnit. Në një kohë krize energjetike, prodhimi në hidrocentralet e Sholës është ndalur për shkak të mosmarrëveshjeve në mes të Trepçes dhe kompanive që prodhojnë energjinë. Pretendimet e ndërmarrjes publike janë se defektet në sistemin elektrik po shkaktohen nga ngarkesat e kyqes së hidrocentraleve. Kompania private thotë se një gjë e tillë nuk është vërtetuar askund. Si pasojë e gjendjes së krijuar, kompania thotë se humbjet brenda ditës shkojnë deri në 15.000 euro. Zotëri Ibrahimi, në shkresa që i kom lexu, Trepça pretendon që ndodhin disa avari atje tek miniera. Çka qëndron këtë pronë? A jeni të njoftuar me këtë ankesë? Këto ankesa i kena ndëgju edhe në gjykat, mirë po i kena ballafaqu këto argumente disa herë. Asnjëherë nuk kanë qenë gjendja Trepça me tregu ndonjë ekspertizë saktë aty. As edhe një herë, pra në gjykat i kena trajtu këto. Pra po e ceki, brenga jone kryesore, është veprimi i organeve ligjzbatuse. Ne kemi fitu, s'po thami kemi fitu, po ka fitu drejtësia, pra i kemi vendime gjyqësore të cilat nuk zbatohen, thjesht nuk zbatohen me vite. Na jena drejtu prokurorisë në themelore Mitrovic vitin e kaluar dhe nuk kemi pas asnjëherë asnjë përgjigje. E kemi pas një takim 5 minutësh me prokurorin, i cili është anku se ka shumë land dhe nuk ka mujt me jep prioritet, pa marrë parasysh që domi ditor, momentalisht domi ditor neve si kompani na shkaktohet 16-17.000 euro, ndërsa dihet shtetit sa është 4 herë ose 5 herë më shumë, edhe kompania publike ose një personat të papërgjegjshëm ose që e shpërdorin detyrën, ata i shkaktojnë edhe kompanisë vete, sepse këto dome në fundit kanë mu pague prej taksave qytetarëve. Kujt i konvenon zotëri Ibrahimi kjo situatë? Sigurisht që kjo situatë dikuj kom i konvenu sepse dikush përfiton nga këtu. Dikush përfiton se tash nuk du me paragjyku, mirë po kjo energji që na se prodhojna dikun komu ble. Edhe pa dyshim që komu ble, sepse vend jonë duhet më furnizu me energji dika. Përveç tjerash të gjithë fitimin që kompania ka përfitu, e ka bojë investimin në Kosovë. Ato parë që dalin jashtë Kosovë kanë më investu dikon tjetër.
Këtu me humbjen tonë si kompani direkt humbin se cila pej resoreve ministrore si Ministria Ambientit, si kurse Ministria Bujqësisë, që i pagujmë në qindra mira taksa, përveç tatimin fitim, tatimeve tjera, të gjitha ato tatime pra humbin. Kosova, përveç tjera, që i humbe edhe ato të hyra, përveç që është e detyrume me ble energjin, i hupe edhe ato të hyra që është desht me i fitu nga projektet ose nga kompania jonë. Zyrtarët e ndërmarrjes Trepça kanë shkëputur nga rrjeti elektrik një hidrocentral. Rryma e cila prodhohet brenda Kosovës nuk mund të shitet me çmimet e rregulluara dhe për pasojë vendi detyrohet të importojë energji elektrike me çmime dyfishme të mëdha. Tutje, për ta sqaruar situatën, ne kemi kërkuar një intervistë edhe nga kryeshefi i Trepçës, Faton Ahmeti. Gjatë javës, gjykata komerciale ka trajtuar kërkesën për masën e sigurisë. Të dhënat na tregojnë se në shkallë të parë gjykata komerciale kishte dhënë të drejtë kompanisë dhe kishte caktuar masën e sigurisë, ndërsa në shkallën e dytë gjykata rrëzoi kërkesën për masën e sigurisë, duke i dhënë të drejtë Trepçës në ankesë. Çështja do të vazhdojë të trajtohet në gjykatën e shkallës së parë për çështjen kryesore. Pasi që na kena fillu edhe me menaxhimin e pronave dhe të aseteve në ndërmarrjen në Trepça, realisht gjatë verifikimit të dokumentave na jena hasur edhe një pëlqim që ka ndodhur në vitin 2015 nga ish kryeshefi, është dhënë për këtë operator apo generator. Realisht në atë pëlqim kanë qenë dy kushte që mu plotsu, realisht asnjëna nga ato nuk është plotsu. Edhe pas kësajna ka fillu disa avari, kishë ndodhur avari edhe në vitin 2023, jo në shfaq 2025, dykon veç sa jamoni kena dykon bi 5 avari që në pretendohet që janë prej operatorit në fjallë. Kush po i bën vlerësimet që këto avari po vinë? Realisht ne kena ekipin e inxhinierave që çdo avari krijohet komisioni veçantë për vlerësimin e avarive, edhe ata e vlerësojnë se këtu është mbi një ngarkesë e madhe dhe shkakton dëme të mëdha në ndërmarrje në aspektin e material. Gjithashtu edhe bëhet një rrezikshmëri jashtëzakonisht e madhe që të shumica e atyre raporteve që janë nga komisioni thuhet që rreziku është i madh edhe me fatalitet ndaj minatorëve. Në të kohë, kompania private pretendon që po shkaktohen dëme edhe për to, po edhe për vetë Trepçën, se sipas tyne ndalja e punës tyne ndikon që shteti do të me ble dikun tjetër rrymen që ata e prodhojnë. Çmimet janë më të larta në import. Ne kena pas disa procedura gjyqësore me këtë operator. Realisht ata e kanë bërë edhe një masë të përkohshme ndaj kësajna. Gjithashtu në gjatë vitit 2025 e kam shoqizuar pëlqimin që ka qenë dhënë në vitin 2015. Realisht ata e kanë bërë edhe një ankesë ndaj këtij vendimi, që shkolla e parë ka shkuar në favor të tyne, që është urdhënuar ndërmarrja publike Trepça të shoqizohet vendimi i kryeshefit për shfuqizimin e pëlqimit. Realisht na me datën 5/2 kena pranuar një aktvendim të ri, ku thë që ndërmarrja Trepça ka të drejtë dhe në këtë rast është anuluar masa e përkohshme dhe ndërmarrja Trepça ka të drejtë të operojë me asetet dhe me pronat e veta sipas ligjit të saj që ka 120. Aktvendimi i fundit po thonë që është në favor tuaj, apo? Në favorin tonë. Çka tash kryeshef, a do të kërkoni ta keni një marrëveshje me këtë operator? Mas pari është shumë e rëndësishme për neve që na kena pas të drejtë. Edhe që shkolla e parë nuk e ka pa kështu, po shkolla e dytë e vërteton ato pretendimet tona që kanë qenë drejta, për arsye që na e kena njoftuar gjykatën që prona është e jonja. Trafo 110 është e ndërmarrjes, trafo 35 është e ndërmarrjes, edhe komplet linja prej trafos 110 deri në 35 me shtylla me rrjet është e ndërmarrjes. Gjithashtu edhe është e shpronësimi ka kalojnë shtyllat është e ndërmarrjes. Edhe në këtë rast është në favorin tonë, është më të ardhë keq për arsye që operatori e ka shfrytzuar
këtë aset mbi 10 vite pa asnjë kompenzim material, edhe duke bërë dame financiare ndaj ndërmarrjes. Kjo është shumë më rëndësi që është arë si vendim, që pretendimet tona dalin sakta, kurse sa i përket tash tutje, realisht tash tutje, na e kena pranuar tash këtë vendim, do të bëjmë disa takime edhe me bordin edhe me aksionerin, edhe tash tutje besoj do të marrët një vendim i përbashkët. Damet që po i shkaktohen biznesit, a i keni parasysh, pra a i pretendon që damet ditore mund t'jenë deri 16.000 euro? Po, a i pretendon damet e tina komerciale, a i do më thonë e ka veç qëtë halë i qështjes qysh me ba biznes. A na e kena halën e qështjes sigurisë. Do më thonë janë dallime ekstrem të mëdhaja. Mas pari a i do të më në siguru neve edhe do të me qenë falenderus mbi gjitha që e ka shfrytzu pronën mbi 10 vite. Do më thonë, a i sa një parë do të me qenë falenderus edhe jo me pas ankesa ndaj kësaj. Në të njëjtën kohë, po thotë që rryma që mundet me u blej prej tij është me një çmim më tolt se sa rryma që e blen shteti aktualisht dhe importon. Për këto çka keni me thonë? Për to, mas pari këta investitor, shteti ka privilegju para 10 vite. Këti ka thonë shteti, hajde të investo këto, unë ty të asiguroj çmimin edhe të asiguroj tregun. Nëse keku e ka shit për 35 euro, këtia ka siguru qatë çmim me 60 euro. Paramenoti koston për me prodhu rrymë kekut edhe paramenoti koston e këti operatori me prodhu qëto. Dhe më thonë është, si do që tjetë, na jena me respektu atë vendim qeverisë që ka qenë për 10 vite. Aktualisht është duke u zhvillu në proces gjyqësor, diçka është kontestu se ende mes juve dhe kompanisë? Po, pasi që na e kena marrë vendimin e fundit, realisht kjo pretendimit e ty në binë, do më thonë nuk ka më mas të përkohshme për këtë kyqje. Mundet me pas procedura gjyqësore çështjes damit, edhe nga pale atyre ndaj nesh, po tjera unë nuk di që ka. Në ndërkohë, kontesti për kablët e energjisë dhe trafostacionin vazhdon në gjykat. Avokatët e kompanisë private kanë paditur Trepçën dhe në rast se vërtetohet që Trepça ishte gabim, fitimi i humbur për disa vite mund të faturohet për ndërmarrjen e cila ka probleme të thella financiare. I gjithë procesi i veprimtarisë biznesore ka shkuar mirë deri në vitin 2023. Nga viti 2015 deri në vitin 2023 s'ka pas asnjë problem. Fare, vitin 2023, Ndërmarrja Publike Trepça e çkyq, pa paralajmërim, nga nën stacioni 35 kW në Stan Tërk. Më thonë, shkyqja është bërë me arsyetimin se kemi probleme teknike, pa dhe në arsyetim detajuar, pa bërë një ekspertizë se çfarë janë ato probleme teknike që po shkaktojnë, do më thonë, që është e domosdoshme mund ndërprej energjia elektrike, mësë me ndodhë probleme më të mëdha. Pas shkyqjes, ne si shoqëria avokatëve kemi ndërmarrë gjitha veprimet e domosdoshme ligjore, duke njoftuar ndërmarrjen e Trepça, bordin e saj, pastaj kemi njoftuar Ministrinë e Linjes, Ministrinë e Ekonomisë, drejtorinë për monitorimin e ndërmarrjeve publike, që është në kuadër Ministrisë së Ekonomisë, nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Ka qenë shumë shqetësuese edhe për neve më sisteme pa besueshme që një institucion publik nëse me kthy fare përgjigje ndaj një prodhuesi të energjisë, e kur flasim për vitin 2023 ka qenë kriza më e madhe energjetike, mos them në rajon dhe Evropë, për shkak të luftës në Ukrainë, ndërsa çmimi i energjisë ka qenë në kulmin e saj. Ka qenë dyfishi i çmimit qërësor. E them këtë sepse prodhuesi i energjisë alternative, Hydroline, në momentin e licencimit, ka qenë i pajisur me licencën dhe me feed-in tarif. Çmimi i furnizimit të saj ka qenë 70 euro për kilovat, ndërsa çmimi në treg i energjisë ka arritur në atë kohë deri në 400 euro për kilovat. Dhe, çka ka ndodhur këtu? Me automatizëm
me mos injektimin e qasaj energjie që e ka prodhu kompania Hidrolaj në rrjet, shteti ka ble energji jashtë vendit. Dhe më thonë, pa marrë parasysh problemet qofshin ato teknike, shteti u dasht me reagu, mi adresu ato çështje Ministria përkatëse, me shiku se ku është problemi, sepse në një farë forme, indirekte edhe shteti është dëmtu nga blerja e energjisë, duke pas parasysh që ka mujt atë sasi të energjisë, sa të që është ajo, me e marrë prej kompanisë Hidrolaj. Pas kësaj, jemi detyru përmes policisë me ekzekutu, do me thonë, vendimin e plotfuqishëm të gjykatës komerciale. Kemi arrit sukses, është ekzekutu dhe nuk kemi pas më problem deri në vitin 2025. Prap në vitin 2025, ndërmarrja tjepra Trepça ka shkyq energjinë, pa paralajmërim prap, me arsyetimin se ka probleme teknike. Njëkohësisht në korrespondencat që i kemi pas dhe vazhdueshme me ta përmes postës elektronike, ata janë arsyetuar se ka disa probleme teknike të cilat janë konstatu nga inxhinierët tonë. Ne kemi kërkuar, respektivisht kompania Hidrolaj, ka kërkuar disa herë me mirësjellje nga ndërmarrja Trepça që të formohet një komision i përbashkët nga Keku, Keci, ZRE-ja, inxhinierët jashtëm të pavarur, por edhe inxhinierët brendshëm Trepçës që të konstatojmë a ndikon kyçja në stacion nga Hidrolajni në problemet teknike. Pse s'u bë kurrë ky komision? Sepse nuk është pranu kërkesa, ajo nuk është aprovu asnjëherë nga ndërmarrja Trepça. Realisht, për shkak që dy vendimet, edhe shkallës parë, edhe shkallës dytë, për masën e sigurisë, nuk janë ekzekutu nga Trepça. Ne kemi pasur rrugdalje tjetër, nuk kemi pasur mjete tjera juridike, kemi iniciu sërish kërkesën në gjykatë për vendosin e masë tretë sigurisë, për faktin që përveç shkyqjes, Trepça kishte ndërmarrë një veprim të cilin nuk është dashur ta ndërmarrë. Ka shfuqizuar pëlqimin e vitit 2015, të cilin e ka dhënë vetëm si ndërmarrje, për kyqjen në stacion. Dhe ai vendim i Trepçës thotë, shfuqizohet vendimi për kyqje të kompanisë Hidrolaj në stacionin 3.5 kW. Me këtë, ata i kanë tentuar të krijojnë bazë juridike që të vazhdojnë pafundësisht me shkyqje dhe mos lejojnë kompaninë që të jetë kyqur në stacion. Pas këtij vendimi, ne jemi detyruar me iniciu procedurë dhe me kërku nga gjykata komerciale pezullimin e ekzekutimit të atij vendimi dhe vendosjen një masë të sërishme të sigurisë, duke i treguar gjykatës që përkundër vendimeve që i kemi në fuqi për masë sigurisë, jemi detyruar me iniciu procedurë të sërishme edhe me pezullu këtë vendim që s'ka guxuar mund nxjerr, sepse kemi pas një masë sigurie në fuqi, dhe vendimet dhe aktet e brendshme të kompanisë nuk mund prevalojnë vendimet e gjykatës. Ata nuk kanë guxuar asesi me nxjerr vendim për shfuqizim pëlqimi. E kanë nxjerr vendimin, ne e kemi atakuar në gjykatë komerciale dhe e kemi fituar në shkallë të parë. Gjykata shkallës së parë e ka pezullu ekzekutimin e vendimit për shfuqizim të pëlqimit dhe ka vendosur sërish masë sigurisë duke detyruar që ta kyçen, atë kohë kemi qenë të shkyqur. Ne dje kemi pranuar vendimin e shkallës 2, dhoma e shkallës 2 gjykatës komerciale, e cila e aprovon ankesën e ndërmarrjes Trepça, duke e ndryshuar akt vendimin e shkallës parë dhe duke shfuqizuar masën e sigurisë, masën e dytë sigurisë. Por pa shfuqizuar masën themelore bazike të vitit 2023. Çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton që gjykata e shkallës së dytë, nëse lexojmë akt vendimin me kujdes, thekson që vendimet e brendshme të Trepçës, çdo akt juridik i Trepçës nuk mund të jetë i vlefshëm, as nuk ka qenë i vlefshëm përderisa kemi pas një masë të sigurisë në fuqi, sepse aktet brendshme nuk mund të përvalojnë vendimet e gjykatës të plot fuqishme, sepse me masën e sigurisë është ngrirë dhe është urdhëruar ndërmarrja Trepça që të kyçë dhe mos të kyçë deri në vendimin meritor. Po thoni që vendimi parasheh kyçje? Vendimi i shkallës së dytë është duke
keq interpretuar qëllimisht nga ndërmarrja Trepça. Ata kanë kriju një narrativ për publikun që kinë se ne e kemi fituar në shkallë të dytë dhe gjykata e ka prish masën e sigurisë. Kjo nuk qëndron fare. Pra aktualisht ka masë sigurie Aktualisht përkyqe. ne e kemi një masë të sigurisë e cila nuk është shfuqizuar me këtë vendim të shkallës së dytë. Kemi masën e parë të sigurisë, të vërtetuar në të dy shkallë, të bërë të plot fuqishme, të ekzekutuar mandej përmes përmbaruesit. Ky vendim i shkallës së dytë ka të bëjë vetëm me propozimin e dytë që ne e kemi bërë me shfuqizimin apo pezullimin e ekzekutimit të vendimit për shfuqizim. Prodhimi i energjisë në hidrocentralet e Shalës është ndërprer për disa muaj për shkak të vendimeve të Trepçës. Ndërmarrja publike ka vendosur të ndërpres linjat në të cilat qarkullon energjia elektrike me pretekst se po shkaktohen avari në rrjet dhe po rrezikohen minatorët. Në ndërkohë, përfaqësuesit e hidrocentraleve pretendojnë që avaria nuk ndodh për shkak të tyre dhe se gjykata deri më tani në disa çështje ju ka dhënë të drejtë për të përdorur rrjetin. Së fundmi, gjykata komerciale vendosi që të refuzojë caktimin e masës së sigurisë, ndërsa çështja të vazhdoi të trajtohet në gjykatën e shkallës së parë, ku janë duke u trajtuar padite kompanisë. Shikues të nderuar, çështja në këtë situatë është e thjeshtë. Nëse Trepça humb procesin gjyqësor, atëherë duhet të paguajë shumat për humbjet që janë shkaktuar, ndërsa gjykata në anën tjetër për më shumë se 2 vite nuk ka arritur të sqarojë një kontest kaq të rëndësishëm për prodhimin e energjisë. Gjykata komerciale, sipas asaj që kemi kuptuar ne, në vitin 2025 ka nxjerrë një masë të përkohshme, ku e obligon Trepçën të lejojë kompaninë të qarkullojë energjinë. Vendimi ishte marrë me qëllim që mos të krijohen dëme më të mëdha, por Trepça në atë kohë nuk e kishte zbatuar atë vendim. Për neve, më esenciale është jeta e minatorëve, këto raste të tilla. Unë po flas për kondit tim, edhe gjykata duhet më marrë për bazë dhe parasysh që më e rëndësishme është jeta e minatorëve dhe siguria e minatorëve se masa e sigurisë për një kompani të hidrolajnit. Po të njëjtën kohë mundën me u shkaktu edhe dëme për Trepçën. Po nuk e përjashtoj dëmet të tilla, mos që ka ofruar masa e sigurisë gjykata, por në aty po rreziqet e minatorëve, jetën e minatorëve, ne jemi të detyruar të ju dhom siguri minatorëve, të shpëtojmë jetën e minatorëve. A keni ndonjë raport që thotë që lidhja e kyçja e këtë rast hidrolajnit në sistemin elektrik këtu mundet me shkaktu ose me rreziku jetën e minatorëve? A keni diçka me shkrim në raport vlerësim? Na kemi raporte që i kemi dorëzuar, unë raportet të tilla i kam dorëzuar edhe kryeshefet, që na bazuan raportet të tilla që janë raportet edhe ekzistojnë. Se di nëse ka njëri Trepça ka bërë dhe kallëzim penal nga hidrolajnit për dëmet edhe rreziqe që është në shkaktuar, po për mbi të gjitha, për neve është jeta dhe siguria e minatorëve. A mendoni që do të edhe jem përgjegjës për mi siguruar, domethënë minatorë që mos më pas pasoja në minier dhe mos më pas rreziqe më ardh deri te humbja e jetës së ndonjë minatori. Atëherë nëse vjen deri atëherë është shumë vonë për neve. Unë i thrasë të gjitha institucionet e Kosovës këtë rast, të na mbështetin, të bëjnë një zgjidhje, një alternativë që jeta e minatorëve mos rrezikohet. As mos rrezikohet vetëm miniera nga përmbytjet e ujrave. Tash ku shkalla e dytë e gjykatës komerciale nxori një vendim të ri, drejtuesit e Trepçës thonë se prona e tyre u shfrytëzua nga kompania private pa paguar qira. Në anën tjetër, kompania private thotë se ishte për një marrëveshje me ndërmarrjen publike. Kalumen e keni pas një propozim marrëveshje, a vlen hala ajo? Na gjatë kësaj procedure gjyqësore që i kena pas, na i kena thirrë operatorin edhe mi i kena pas 3 pikat përcaktuar që na me arrit një marrëveshje. Çështja e parë ka qenë çështja e sigurisë, që ata duhet me pas, domethënë duhet me ka një standard i specifikuar, që na asnjë raport nuk kena mënyrën që shu kyç, izolatorët ku na janë, kanë standard mbrojtjes. Realisht që kjo është që kena kërku në fillim, pastaj kena kërku një marrëveshje komerciale për kompenzimin dhe shfrytëzimin e aseteve tona, edhe për çështjen e pretendimeve ligjore, nëse ka një kallëzim penal për neve, apo na ndaj tyne të hiqet. Qëtu kanë qenë, po asnjëra nga këto 3 pika ata nuk e kanë pranuar në takim. Pse kërkut me u tërhiq nga kontestet ligjore? Po unë mendova që nëse arrijna të kena një marrëveshje, çështja ligjore nëse kena pretendime të kallëzime penale, është mirë mu hek, në dy anësh.
Sa i përket çështjes damit, ajo mundet me qëndru. Do të thonë, kushdo që pretendon, nëse ndërmarrja Trepça thot që ti mund ke shkaktu dam, që mundet mu përfshi edhe dami 2019-s, që u kolla aneksi më i madh i trafos 110, që mundet me kanë dami mbi 6 milion euro, që asnjë përgjegjësi për këto nuk është dhënë. Kjo që mundet me qëndru nuk është varet tash prej meje a do të vazhdon kjo mos do të vazhdon, kjo është çështje tjetër. Për arsye ki edhe dame tjera, na veç në herën e fundit që është bën në datën 25 janar, ne kena pas mbi 35.000 euro dëm në izolator. Tash çka do të thotë, na nuk kena as izolator rezervë nëse ndodhi avari prap. A duhet kompania me ardhë me osiguru, me vendos mbrojtje? Pse nuk po ndodh në fakt kyçja tash e biznesit deri sot përfundoni gjithë procesin gjyqësor? Po kyçja e biznesit duhet mu bë me një marrëveshje. Nuk kena na marrëveshje për kyçje. Do të thonë tash nuk ekziston asnjë marrëveshje. Unë nuk kam asnjë kontratë që mu m'obligon mu kyç ai. Do të thonë realisht duhet me pas një marrëveshje, pastaj duhet me vazhdu procedura tjera. Kjo është primare për neve. Për mu nëse ti kyçës pa një marrëveshje ti je uzurpator, do të thonë ti je tu kyç në mënyrë dëdhënshme, për arsye që mundesh me qenë më i fortë se sa ndërmarrja publike, apo arsye tjera. Po tash që tutje unë mendoj që nëse na dojna me pas një bashkëpunim mes palëve, na duhet me pas së pari një marrëveshje. Do të thonë, kjo ka shfrytzu qatë ligj që ka qenë, besoj që duhet me pas kjo afat edhe këtë vetë, edhe kjo ka qenë i privilegjum edhe në atë kohë, edhe duke shfrytzu asetet pa asnjë kosto. Pra, kërkesa juaj për operatorin këtë rast me pas një marrëveshje? Nuk mundet me pas kyçje pa marrëveshje. Nëse operatori menon që duhet na me pas një marrëveshje, janë organet që na nuk i kontestojna, është kosti, që janë ekspert çështjes, janë keku, edhe tash këta janë parë që ne trajtojnë neve çështjen e sigurisë. Krijohet një raport mbi çështjen e sigurisë, gjithashtu edhe kosti dhe ZRE do të na ndihmon çështjen e tarifave për një marrëveshje komerciale me operatorin. Sido që tjetë, ndërmarrja nuk ka qëllim në asnjë operator ekonomik me dëmtu. As në të kalume, si ka dëmtu këtë rast, veç që ka privilegju që 10 vjetë, po dhe ta shëtutje në asnjë operator nuk e dëmtojnë, të gjitha është çështje komerciale. Nëse ti shfrytëzon pronën, duhet me pagu. E jo me shku në atë fazën e tjetërsimit të pronës, apo të asetit. Lidhur me çështjen e marrëveshjes për shfrytëzimin e linjes, do të thonë, të nën stacion 3.5 kW, është zhvilluar një takim, do të thonë, dhe kompania që ne përfaqësojmë në vazhdimsi, jo vetëm në atë takim, ka shpreh interesin që me lidhë një marrëveshje për shfrytëzim dhe zgjidhet ky problem një herë për gjithmonë. Megjithatë, këtu pikërisht kjo e vërteton kontradiktën e gjitha sjelljeve të ndërmarrjes Trepça. Fillimisht edhe në arsyetimet e tyre para gjykatës komerciale, edhe në arsyetimet e tyre drejtuar neve si përgjigje, ata në njërin anë thirrën në probleme teknike që në një farë forme nuk mund të lejojnë kyçjen, në një tjetër anë janë për marrëveshje për shfrytëzimin e rrjetit. Dhe logjikisht nëse ka vend për marrëveshje, nënkupton që kyçja nuk shkakton probleme teknike. Tani nëse lexoni edhe vendimin e gjykatës, edhe ankesën e ndërmarrjes Trepça, ata në vazhdimsi thirrën në probleme teknike. Në tjetrën anë kanë shpreh gatishmëri të lidhin një marrëveshje për shfrytëzim. Tani shtrohet pyetja, si mund të lidhet marrëveshja për shfrytëzim në qoftë se ai shfrytëzim shkakton probleme teknike? Kallëzo për një me ka dërguar pyetje në Prokurorinë Themelore në Mitrovic, zyrën e rregullatorit të energjisë dhe në Ministrinë e Ekonomisë. Përgjigje kanë kthyer vetëm nga zyra për informim e Prokurorisë Themelore në Mitrovic. Mund të konfirmojmë që kemi pranuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore në Mitrovic për këtë çështje. Meqense rasti është rast i ri nga viti 2025, prokurori i rastit ende nuk e ka trajtuar, marr parasysh numrin e madh të rasteve të cilat janë në punë dhe të cilat kanë ardhur në prokurori para kësaj lënde. Sidoqoftë, brenda afatit të parapor ligjor,
edhe ky rast do të trajtohet, thuhet në përgjigjen e prokurorisë. Shikues të nderuar, ishte ky denoncimi për problemet me të cilat po përballet prodhimi i energjisë në rajonin e Shalës. Ne do të vazhdojmë ta monitorojmë këtë proces. Tani, po vazhdojmë me transmetimin e reportazhit i cili na sjell operacionet e KEDS në kontrollimin e bizneseve që dyshohet se keq përdorin energjinë elektrike. Vjedhja e energjisë elektrike është vepër penale e cila në vazhdimsi gjurmohet nga ekipet e KEDS-it dhe Prokuroria e Shtetit. Brenda vitit 2025, hiç më pak se 61 biznese e konsumator privat janë denoncuar në prokurori për vjedhjet e energjisë elektrike. Veprimi kundërligjshëm në vazhdimsi krijon pasoja të përgjithshme për të gjithë qytetarët e vendit. Sipas ligjit, në raste kur komshinët apo bizneset në lagjet tona keq përdorin energjinë, energjia e shpenzuar do faturohet në faturat e përgjithshme të konsumatorëve. Për këtë arsye ligji ka paraparë që ata që hasin duke vjedhur energjinë të ndëshkohen për vepër penale me dënime të cilat mund të jenë edhe me burgim, ndërsa për ta kompenzuar vjedhjen, vendimet e gjykatave i obligojnë keqpërdoruesit që t'i kompenzojnë të gjitha humbjet e shkaktuara. Dënimi për vjedhje të rrymes mund të shkojë deri në 3 vite burgim. Sistemi energjetik në Kosovë parashet që rryma e vjedhur të rimbursohet dhe si rrjedhoj rritet edhe çmimi i energjisë elektrike. Për të gjurmuar vjedhjet e energjisë në KEDS është themeluar një ekip special i cili ka detyra konkrete që të gjurmojë vjedhjet. Sistemi i orëve digjitale dhe teknologjisë informative i mundëson ekipit që të gjurmojë zonat ku ndodhin humbjet më të mëdha, ndërsa lokalizimi i bizneseve dhe shtëpive individuale ndodh hap pas hapi në terren. 2 sinjalizime janë dhënë ekipit për 2 zona të ndryshme të vendit. Gjatë janarit të vitit 2026, ekipi ka marrë sinjale se në rajonin e Mitrovicës ka dyshime për keqpërdorime. Ngjashëm, ekipi ka marrë sinjalizime për keqpërdorim në zonën e Prishtinës. Me një sistem elektronik të kontrollit të shpenzimeve të energjisë, KEDS mund të identifikojë secilën trafo për shpenzimet e energjisë dhe të nxjerrë nga aty dyshime se në zonë po keq përdoret rryma. Një informacion inteligjent shpërfaq dyshime për vjedhjet e energjisë në një lokal në Skënderaj. Për të mos i lënë asgjë rastësisë, KEDS në operacione të tilla kontrakton edhe Policinë e Kosovës. Grupi me detyra specifike shpërndahet në zona të caktuara të objektit për të kontrolluar çdo linjë të mundshme energjetike. Në shumë dhe i heret lutma. Mirë është, pe qatë ujtë është. Pe qatë ujtë është dojtë me këshyrë që ato. Në sekondat e parë të gjurmimit, ekipi has në dyshimet e para. Ata hasin në një ormates ilegal, nga ku pajisje të ndryshme po furnizohen me rrymë. I para gjështrum është. Të pasir. Shkur kon heqë. Në minutat e parë të kontrollit në një lokal në Skënderaj, konstatohet një njësor ilegal. Rryma që kalonte përmes këtij njësori nuk faturohej. Nga aty, me energji elektrike po furnizohej një pajisje për ngrohje të lokalit dhe disa pajisje për sjellse për kuzhinë. Linja urdhërohet të shkëputet. Konsumatori në fjalë gjatë kontrollës kemi vrejtur se konsumatori ka bërë anashkalim të pikës moce me një njësor ilegal, të cilën e ka shfrytzuar për kuzhinë edhe nxemje mbrana lokal. Domthonë nga një objekt aneks i lokalit të lartëcekur. Sipas procedurës hartohet proces verbali me gjetjet në terren dhe biznesi do të procedohet penalisht. Me rezultatet e para të kontrollit në lokacionin e parë, në shoqërimin e Policisë së Kosovës, ekipi KEDS-it nisi drejt qytetit të Mitrovicës. Informatat inteligjente flasin se një biznes e ka njësorin e shkyqur për shkak të borxhit, por i njëjti vazhdon të ketë rrymë. Kjo përbën bazë për kontrollimin e hapësirës dhe vendit ku është vendosur njësori e energjisë. Konstatimet e para nga ekipi special për gjurmimin e vjedhjeve fillimisht i kumtuan pronarit të biznesit. Këtë shtëpia ashtu? Jo, këtë lokale. Aha, okay. Njësori i shtëpisë është në tjetër normal. Okay. Unë që kjo është njësori i shkys. Shtu 2 por sigurisë, që kjo dhe që kjo po ta furnizojnë direkt pa motë. E kjo. Që kjo rana dhe që E kjo. që kjo janë tua që është njësori i shkys, që s'kemi, që këtu e nalëm së të sigurisat, Po. ta vërtetojnë atje. O, naj, përshë. A përshë? E kjo. Shtu 2 por që janë direkt. Pra, leshtë të të nërmot, vëjmë më të piqisat.
Zyrtarët e Kecit arrin të dokumentojnë se biznesi përmes një anashkalimi nga pika matëse ka arritur të furnizohet me energji elektrike edhe ku njësori lokalit ishte i shkyqur nga sistemi energjetik. Gjatë kontrolës të konsumatorit, njësorin e ka smart të shkyqur për borxh. Gjatë kontrolës kemi vërejtur se ka bërë anashkalim të pikës matëse dhe ka kesh përdorur energjinë elektrike. Te konsumatori kemi bërë edhe rregullimin, kthimin në gjendje të rregull sipas procedurave të Kecit. Në 2 kontrollet e para në rajonin e Mitrovicës, në operacionin ku ishte e përfshirë edhe policia e Kosovës, zyrtarët e Kecit në terren dokumentuan dyshimet e tyre dhe u konstatua vjedhja e energjisë elektrike. Një informacion inteligjent flet për dyshime për vjedhjet e energjisë edhe në rajonin e Prishtinës. Kur të gjithë janë gati, ekipi afrohet pranë zonës ku është i stacionuar biznesi. Një lokal gastronomik dyshohet se po e vjedh rrymen. Si rregull, energjia ndalet në të gjithë objektin dhe në rast se vazhdon të ketë rrymë në pjesë të caktuara, atëherë gjurmohet burimi i rrymës. Kjo për momentin është e shkysht. Rrymë të ka metën lokal. Në duhet me këshuj ka qysh po vjen. Me eliminuar. Në sekondat e para, vërtetohet se edhe pse energjia elektrike është ndalur në njësor, lokali vazhdon të ketë rrymë. Situata dhe gjetjet i sqarohen pronarit. Apo vjen viziminë ta shpjegoj se unë çka. Tash për momentin është njësor i shkysht krejt. Edhe rrymë që të pjesën për shaqik. E ki direkt për qësojna, ka përmonet. Për shkyqi. Ekipi special i Kecit për gjurmimin e vjedhjeve arrin të dokumentoj se biznesi ka të ndërtuar një linjë ilegale. Energjia që kalon përmes saj nuk matet dhe rrjedhimisht vjedhet. Apo na tregon çka kena gjetë konsumatori të cilin sapo keni kontrolluar? Po, gjatë kontrolës kemi shkysh energjinë elektrike nga njësori. Gjatë kontrolës kemi vërejt se konsumatori ka bërë anashkalim të njësorit ku energjia e shpenzuar nuk është matur. Gjatë procesit punës kemi eliminuar kyqen ilegale edhe kemi blombu njësorin elektrik u kthy në gjendje të rregullt. Pra faktikisht energjia e cila nuk është mat, është vjedhur. Po, energjia është vjedhur nga ajo lidhje direkte, të cilën eliminuam pak më parë. Në pak minuta ekipi special i Kecit arrin të dokumentoj burimin e keqpërdorimit të energjisë elektrike në këtë biznes, teksa sipas procedurës u hartua edhe proces verbali me konstatimet nga terreni. Të dhënat tregojnë se shpenzimet e rrymës dhe faturimi nuk përputhen në një tjetër zonë të kryeqytetit. Një aneks i një biznesi dyshohet se po furnizohet me një linjë paralele ilegale. Ekipi special i Kecit nis kontrollin për verifikimin e dyshimeve. Po që e ka bërë rrymë? Qëre që këtë ishë pëndosë që? Qëre që këtë ishë pëndosë që e të refaqë që? Qëre që ka bërë plus tash? Ku bëshë në që e funi që asaj në huat? Funi që asaj në huat? Në minutat e para të kontrollit, ekipi dokumenton dyshimet. Frigorifer, enlarse dhe pajisje të tjera përcjellëse të kuzhinës po furnizohen me një lidhje direkte. Lidhja gjurmohet dhe eliminohet. Gjatë kontrolës kemi vërejtur se ka bërë anashkalim të njësorit ku energjia shpenzuar dhe më nuk është mat. Një aneks i gjellturës është furnizuar me lidhje direkte, për ndryshe është vjedhë energjia elektrike. Cilat pajisje janë gjetë duke furnizuar me atë lidhje direkte? Pajisjet e nevojshme për kuzhinë, disa frizat të mëdhej, ka pasje enlarse të mëdha për ende më honë edhe disa tjera pajisje përcjellëse për kuzhinë. Gjatë procesit e kemi eliminuar edhe lidhjen direkte, kështu që është hyrë në gjendje të rregullt. Në 4 raste në rajonin e Mitrovicës dhe Prishtinës, ekipi special i Kecit që ka për detyrë gjurmimin dhe eliminimin e vjedhjes së rrymës, dokumentoi se bizneset po e keqpërdorin energjinë elektrike. Informatat inteligjente tregonin për dyshime se një biznes tjetër po e keqpërdorte energjinë elektrike mbi 20 kilometra larg kryeqytetit.
Fillimisht rrymandalet në të gjithë objektin për të parë nëse zonat të caktuara vazhdojnë të kenë rrym. Konstatohet se një pjesë e lokalit vazhdon të ketë energji që ka nxit një kontroll të detajuar të hapësirës. Gjatë kontrollës kemi ndërprer energjinë elektrike të njësuri elektrik. Pasi kemi ndërprer njësurin elektrik, një pjesë e lokalit ka met me energji elektrike, ku një pjesë lokalit e ka furnizuar jashtë pikës mace, domthonë ka bo kyqe ilegale në rjet. Ekipet tona përshtatërisht kemi zhvendos njësurim dhe kemi eliminuar lidhjen direkte. Çka ka furnizuar kryesisht? Çfarë pajisësh ka pas? Ka furnizuar kalorifer për nxemje, aparat kafes, domthonë 2 nxemje dhe aparatin e kafes, një frigorifer. Sipas rregullit, KEC harton proces verbal dhe dokumenton secilin veprim me fotografi. Materialet më pas përdoren në procedurën gjyqësore që zhvillohet ndaj abuzuesve. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.